let's claim our right. One voice, one heart, one fight, alright. We rise together, stronger than ever. Step by step, we'll march forever. Clap your hands, feel the beat, it's clever. We rise, we rise, we rise. We rise together. Bedri Hamza. I nderuari kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, Dega Nexhakov, miku im i dashur Zoti Hajdar Beqa, të nderuara struktura udhëheqëse të Partisë Demokratike të Kosovës, i nderuar Zoti Fatmir Limaj, të nderuara kandidate dhe kandidat për deputet të Republikës Kosovës, veprimtar të çështjes kombëtare, familje dëshmorëve, invalid, veteran, zonja dhe zotri, gjithë ju të pranishëm. Është nder dhe emocion i veçantë që sonte jemi bashk në Gjakov. Në Gjakoven historike, në qytetin e atë dhe dashurisë, sakrificës dhe luftës për liri. Në qytetin e kulturës, artit dhe muzikës. Në qytetin e punës, dhe inovacionit. Pro sot jemi në Gjakov, në qytetin që i dha figura të mëdha kombit në çdo etapë të historisë sonë. Nga Suleman Vokshi, e Bajram Curri, te Ali Podrimja, te Kit Dervishi dhe deri te heronjët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Përmet Vula, Elton Zherka, Yll Morina dhe shumë heroj e dëshmor e martir të tjerë. Dje ishëm në Ferizaj, sot jemi në Gjakov. Gjatë këtyre ditëve kemi qëndruar gjithandej Kosovës. Dhe është një konstatim i përgjithshëm që njerëzit jenë lodhur nga kriza. Prandaj, mesazhi ynë është i qartë: stop krizës, ndrysho Kosovën. Kosova sot ndodhet në një krizë politike, shoqërore, ekonomike, krizë shprese, dhe kjo krizë sigurisht se ka një shkaktar dhe ka një adresë. Shkaktar i kësaj krize është Zoti Kurti dhe qeveria aktuale, që 6 vite të arrogancës, konfliktit dhe mungesës së rezultateve, që 6 vite ne ndëgjojmë arsyetime, që 6 vite ne ndëgjojmë propagandë, që 6 vite ne ndëgjojmë viktimizim. Qeverit moten me rezultate mas mandatit 4 vjeçar. Këta janë qeverisë që 6 vjetë. Kisha pas dëshirë që sonte bashkë me juve, me i numru projektet dhe me një konstatim të fund, me gjithat ka pas mundësi mu bo ma shumë. Fatkeqësisht nuk e kam këtë mundësi. Ku është rruga Dolç Gjakov? Ku është rruga Prishtinë Pej?
kusht rruga Prishtinë-Gjilan? A u përfundu rruga Prishtinë-Mitrovic? A ka përfundu hekurudha Honi Elezit Leposaveq? So shkolla, so qerdhe, so e nrit pagat, so e nrit pensionet, so përmisu gjendja në shëndetësi, so është përmisu gjendja në arsim, so njohje treja, so antarësime. Kusht Kosova sot në procesin e integrimit B? Ku janë raportet e Kosovës me misht? Kemi arrit deri në atë pikë kush ndërprej edhe partneriteti i dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, unë jam i bindur që me përkrahjen e juaj dhe gjithandej Kosovës, kjo do të ndalet dhe Kosova do ndryshon sepse ka potenciale. Kosova nuk ka nevojë për drama politike. Kosova nuk ka nevojë për polarizime. Kosova nuk ka nevojë për arrogancë politike. Fatkeqësisht, Zoti Kurti, në mungesë të rezultateve, sulmon gjithçka që nuk mendon si ai. Sulmon opozitën, sulmon bizneset, sulmon mediat, shkon deri në atë pikë që i sulmon edhe partneret tonë strategjik. Këto nuk janë zgjedhje për një politikan. Këto janë zgjedhje për ju. Prandaj Partia Demokratike e Kosovës garon me një program të qartë që i adreson prioritetet dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Me një ekip e cila garanton zbatimin e këtij programi. Sot familjet jenë lodhë në Kosovë. Jenë lodhë sepse nuk janë gjendje t'i paguajnë faturat e energjisë, kredit, ushqimin, shkollimin për fëmijë. Pensionistet detyrohen me zgjedh, a mi ble barnat, a me lon diçka për ushqim, qysh me mbjetu. Pacientet, mungesë të barnave, mungesë të kushteve, vinë në situatë ku detyrohen që të pajtohen edhe me matë keqen ka njëherë, për shkak se fëmijët e tyne nuk kanë mundësi apo familjarët t'i qojnë dhe t'i trajtojnë jashtë vendit. Programi i Partisë Demokratike qëndron në disa shtylla. I bindur jam që nuk ka shtet të qëndrueshëm dhe arsim, shëndetësi, çdo fushë tjetër pa ekonomi të qëndrueshme. Prandaj ne do ta zhvillojmë ekonominë. Ne nuk flasim me përbuzje ndaj bizneseve. Ne nuk i sulmojmë bizneset, sepse ata janë njerëz të mirë. Ata punojnë për veti, punojnë për familjet e tyre, punësojnë njerëz, paguajnë paga, paguajnë tatime. Prandaj ne do të krijojmë kushte dhe klimë të përshtatshme për biznesin. Ne do ta kryjmë reformën e pagesës të TVSH-s. Të shoh që ka edhe biznesmen suksesshëm. Ju drejtohem biznesmenëve, ndërmarrësve, sepse pagesa të TVSH-s në kufi është një borë ron për biznesin. Jam të ngarkon likuiditetin, ja u rrit koston e operimit. Ne do t'i stimulojmë me grante gjitha bizneset prodhuese dhe bizneset fillestare 30% të investimit. Ne do t'i lirojmë gjitha pagat deri në nivel prej 500 eurove për pagesës tatimit, me qëllim që njerëz të paguajnë më pak tatime dhe të kenë më shumë para në xhep. Nuk mjafton nëse ti ke ndihmuar maj, edhe ke ndihmuar në fushat zgjedhore, edhe ke abuzuar me paranë publike, edhe ke kriju pabarazi në garë. Çka në mujnë qershor? Çka mujnë korrekt? Çka në mujnë gusht? Njerëz ka nevojë për paga dhe pensionet të dinjitetshme, të parashikuara dhe të qëndrueshme në vazhdimsi. Prandaj do të rrisim pagat 50%, do të rrisim pagat 50%, pensionet 50%. Gjitha llojet e pensioneve, edhe për familjet e dëshmorëve, edhe për invalidët e luftës, edhe për veteranet, edhe për pensionistët kontributantë, edhe pensionistët e moshës
dhe gjitha llojet e pensiones dhe nën qeverisjen tonë, mandatin e ardhshëm, nuk do të ketë pension më të ulët se 300 euro. Ju siguroj dhe ju garantoj. Shëndetësi për pacientët. Borna mjaftueshme për të smut me smundje kronike. Plotësim i listës esenciale të bornave. Sistemin e sigurimeve shëndetësore. Nuk mjafton me pas ligjin për sigurimet shëndetësore. Është mirë me pas ligjin. Është baza, po ligji është mati. Po sigurimet shëndetësore s'kan fillu. Prandaj ne do të fillojmë zbatimin e sigurimeve shëndetësore, ku pacientë tonë do të kenë mundësi që të trajtohen edhe në sektorin publik, edhe në sektorin privat, edhe kur ka nevojë trajtime jashtë vendit, pa mendu për koston e shërimit, sepse tek e fundit shëndeti nuk është privilegj. Shëndeti është nevojë, është domosdoshmëri dhe pa popullsi të shëndosh nuk mund të ketë as ekonomi të shëndosh. Arsimi, na kem nevojë që kem një sistem arsimor që prodhon kuadra për nevojat e ekonomisë së tregut. Jo njerëz pajisen me diploma dhe mos të kenë mundësi të gjejnë punë. Mësimi dual, digitalizimi i sistemit arsimit, kurikula moderne, fond për bursa, 30 milion vitin e parë, që studentët tonë mos me ngel pa i kry studimet për shkak të kostos financiare. Sigurisht se Kosova ka nevojë për investime në energji dhe në infrastrukturë. As një kapacitet të ri energjetik. Për ma tepër, kjo dhe ju ka konvenu për duket, se miliarda euro importet energjisë elektrike kanë ndodhur gjatë 4-5 viteve të fundit. Me çfarë çmimi është ble energjia elektrike? So ka kushtu transmisioni i energjisë elektrike? Afera në fushën energjisë elektrike, afera të rezervat shtetërore, qindra tendera një burimor, pa konkurrencë. Çka bie kjo? Edhe po dëshmohet, sot po dalin faktet. Po thot, hajde ulimin tavolin, operatori ekonomik një rënën, institucioni nënën tjetër, dhe i bojmë pazaret. Qeli ata tendera, qeli letishe qytetari Kosovës, sepse kanë të drejt me ditë qysh shpenzohet paraja Kosovës. Kapacitetet reja energjetike, edhe mbi bazën e thëngjillit, edhe gasi, edhe energjia ripërtretshme. Lidhja autostradave, autostradës Orbër Xhaferi, prej Banullës, te Lipjani, drejt Ndule, me autostradën e Kombit. Pse njerëz prej Shkupit, prej Kaçanikut, prej Ferizajt, prej Lipjanit, me ardhë me ngarku Prishtinën, fush Kosovën, Kosovën qendrore, del Ndul, kyçet në autostradë dhe vazhdon për Shqipëri. Te pjesa e integrimeve evropiane, te migracioni, unë ja tham një dhonë shqetësuese. Kosova po zbrazet. Kjo gjendje do të ndryshoj. Kosovë do të krijon kushtet që trejat dhe trit të kenë vendet punës dhe të munden me ndërtu jetën e tyre në Kosovë. Mbi 250.000 qytetarë, 4-5 vitet e fundit, kanë kërku leje qëndrimi për herë të parë në vendet e BE-s. Nëse ne hupum rinin, që është aseti kryesor, Kosova e ka perspektiven e zymt. Procesi integrimeve, Kosovës po i vje kufiri BE-s, kufi me Shqipërinë. Kena me shku me pashaport. Ka me pas aty të shkruar mbi shkrimin. Qytetarët e BE-s dhe pashaportat tjerë. Na kena më detyru me hite pashaportat tjerë. Për me ndërprej kjo gjendje, për me thos stop krizës, ndrysho Kosovën, do të me ndodh një gjë. Do të me mobilizu na fort. Do të me punu fort. Do të me punu çdo ditë. Do të me fol me të gjithë. Unë jam i sigurt që votat e PDG-s këtu janë. Po ju keni shok, keni miq, keni familjar. Spjegoni javë, pse do të me ndryshu Kosova? Pse mundet me ndryshu Kosova?
Unë jam optimist. Kosova ka shpresë. Kosova ka njerëz. Kosova ka potenciale. Po Kosova ka një qeveri që do kriza dhe drama. Zoti Beqa e përmene. Hobi ka kryeministri aktual dromat edhe krizat. Jeton me to. A sot flet, jo për me i stabilizu institucionet, jo me dho vendit institucione, po flet për zgjedhjet e ardhshme. Dhe mungesa stabilitetit politik e damton edhe zhvillimin ekonomik dhe fusha tjera. Unë jam krenar, që shini gjithë jo, jam tepër i lumtur, që i takoj një partije politike që është familja politike, Partia Demokratike e Kosovës. Jam krenar, ju jam falendërues gjithë bashkëpunëtorëve të mi, kolegëve të mi, që unë jam kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe jam kandidat për kryeministër. Po, është privilegj, po t'jeni të bindur edhe të bindur është përgjegjësi e madhe. Është tepër përgjegjësi e madhe me udhëheq një parti politike që kanë themelu burra dhe gra, që para viteve të tëra, dekadave të tëra, nuk e kanë pas prioritet veten. E kanë pas prioritet lirin dhe shtetin e Kosovës. I takoj kësoj partije që ka qenë kryetar Hashim Thaçi e Kadri Veseli. Që sot, liderët tonë, miqtë tonë, ballavaçohen pa drejtësisht në një proces. Në një proces që du me besu në drejtësi. Do ta ketë, nëse i referohemi fakteve ka drejtësi, veç një epilog, vendimin lirus. Prandaj, sot ju lus që të punojmë fort, që Partia Demokratike fiton dhe liderët tonë t'i pret me fitore shpejt në Kosovën e tyre, Kosovën e lirë, shtetin e Kosovës, familjen e tyre dhe në Partinë Demokratike të Kosovës. Urime, fitore, suksese, na prifte mbara. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.